Përshëndetje të gjithëve, jemi në podcast, jemi në radar, do të flasim për mjekësinë, për pankreasin dhe me ne është nutricionisti, imazheristi Luciano Bardi. Zoti Bardi, faleminderit shumë që jeni me ne. Kënaqësi që përsëri jam përballë jush. Pankreasi, misterioz, po ashtu i rrezikshëm, çfarë është konkretisht? Pankreasin unë e quaj si një organ ose si një fabrik e cila në trupin ton ka rëndësi shumë të madhe. Këtu në Shqipëri është libri i parë i cili shkruhet një libër për pankreasin dhe ai është botuar para një jave. Dhe mbi pankreasin, imagjinoje, është vetëm 80 gram si organ, pra pesha e tij është vetëm 80 gram dhe ka funksione aq shumë të mëdha në trup sa që lidhet drejt për drejti me energjinë e trupit. Dhe ky organ është aq shumë i vështirë që të diagnostikohet nëse ka diçka dhe fatkeqësisht njerëzit që diagnostikohen me një kancer në pankreas e kanë shumë të vështirë që ta përballojnë ose që të keni një gjatësi të lartë dhe kohëzgjatja, domethënë e kancerit pankreas, maksimumisht deri në 5 vite, sepse pankreasi ka raport dhe është organ që në më së shumti nuk ka raport me organet jetike. Pra është organ që është i fshehur dhe unë i quaj mbreti Luan. I quaj organ misterios dhe i quaj si një hero që nuk ka pelerin. Sepse drejton përthithjen e glukozës, pra ai prodhon insulin nga qelizat beta, nga ana tjetër, ndërkohë që është vetëm 70 gram si organ, prodhon disa enzima cilat janë jetike për tretjen e ushqimit, kryesisht të proteinave, të karbohidrateve dhe të lipideve ose të yndyrnave. Por nga ana tjetër ka funksion dhe endokrin që bën të mundur prodhimin e insulinës. Nëse ky organ nuk funksionon siç duhet, që ka shumë faktor, pagjumësia, ushqime toksike, marrje e shumte e medikamenteve, pjesa e ushqimeve industriale të procesuara, patatinat, chipsat, Coca-Colat, këto kanë edhe lëndë toksike për sistemin endokrin, ky funksion ose funksionet e këtij organi ulen. Si ne mund t'i kuptojmë? Vitamina D dele ulur, sistemi imunitar i dobët, viroza të vazhdueshme, një person që ka fryrje barku, një person që nuk defekon siç duhet, dhe pastaj her pas here shkon dhe bën analiza dhe nuk gjen një, si thua, një shkak. Pankreasin unë e quaj dhe si një xixëllonjë që ndriçon gjithë barkun. Përse e thash në këtë kontekst? E thash në këtë kontekst sepse duke qenë se është vetëm 70-80 gram, ai ka aftësinë për të ndriçuar të gjitha organet e barkut. Duke nisur, pozicionimi i tij është në pjesën e pasme, nuk ka raport as me stomakun, nuk ka raport as me shpretkën, nuk ka raport as me mëlçin. Madje është pas tyre dhe në mjekësi quhet retroperitoneal. Ka raport vetëm me enë të gjakut. Dhe fakti ose arsyeja kryesore që ai është i rrezikshëm dhe kur një person preket nga kanceri në pankreas është se ai prek drejt për drejti enë të gjakut. Pra pankreasi merr ushqim nga arteria mezenterike superiore dhe nga trungu celia, kryesisht nga arteria splenike, por duke qenë se ka raport me enë gjaku, nëse ai preket, pra nëse formohet një masë aty, kjo masa qa bën, jep edhe metastazat e enë të gjakut. Dhe duke qenë se jep metastazat e enë të gjakut, aty afër është aorta dhe prek organet më jetike, prek zorrën e trash, prek mëlçin, dhe më së shumti është si një organ i kamufluar që unë e quaj si një organ shumë misterioz, por në Shqipëri nuk njihet. Edhe e kam sjell të libër për arsye edukuese, për arsye që ne ta kuptojmë se brenda kemi një dritë, të gjitha organet kanë dritë në trupin ton, por dhe për arsye që ne të ndërgjegjësojmë akoma dhe më shumë. Duke qenë se këtu në kopertinë tregohet pjesa e dritës dhe këtu është pak, si thua, kuptim plot edhe ti jep atë pjesën që është si një tru i dytë. Dhe unë sistemin tretës e përkufizoj në mënyrë shumë metaforike. Këtu nëse ne bëjmë kujdes për atë në lidhje me gjumin, në lidhje me pjesën e ushqimeve, marrjen sa më të pak të medikamenteve, aty kur nuk duhet, aty kur duhet. Dhe ky pankreas pastaj imagjino e merr pjesë edhe në drejtimin e zemrës, ka dhe funksione të rëndësishme në pjesën e trurit. Nëse ndjehemi shpesh herë të lodhur, i bie që të kemi dhe diçka në pankreas, pra një lodhje pa shpjegueshme ose një humbje drastike nga pesha, një zverdhje në fytyrë, madje do të them edhe një shenjë që lidhet drejt për drejt me ato shenja dyshuese të cilat ne duhet të dyshojmë, por do ta them në vimësi që duhet të bëhemi merak edhe duhet të shkojmë tek personeli mjekësor. A një moshë pankreasi? Ka një grup moshë të saktuar? Fatkeqësisht nuk ka grup moshë të saktuar sepse sot konsumimi i alkoolit
konsumimi i pijeve industriale ose i ushqimeve të procesuara. Ushqimet e procesuara kush janë? Këto që brenda kanë aditive dhe që kanë emulsifikator. Këtu përmendim cornflakesat, përmendim biskotat, moltot ose këto që merren direkt nga marketi dhe konsumojnë. Këto ç'a bëjnë? Këto rrisin ngarkesën ose lodhin pankreasin, sepse nuk kanë brenda aty polifenol, isoflavone, pra nuk janë ushqime organike. Dhe pankreasi në këtë jetë që ne jetojmë ose në këtë botë që ne rrethojmë nuk ka një moshë. Pra çdo person ose kalon 35 vjeç, 40 vjeç bëhet më i prirur për të pasur inflamacion të tij, sepse jeta që ne bëjmë sot, ushqimet, ujë që konsumojmë, kozmetika, shumë produkte që ne mund t'i vendosim, ajri që thithim, gjumi është shumë problem i pankreasit. Sot njerëzit e shekullit të 21 ose njerëzit të vitit 2026 nuk flen dot me gjumë. Pankreasi ka dhe mekanizma që ndihmon dhe në prodhimin më cilësor të melatoninës. Melatonina është hormoni i gjumit. Një person që ka pankreas të lodhur ka dhe një gjumë jo të shëndetshëm dhe jo cilësor. Ku janë ato raste që ne duhet të shqetësohemi, të shkojmë tek mjeku, paraqitemi? Tani është një shenjë kryesore e cila zakonisht ajo shtrihet në dhimbje në pjesën e pasme të mesit dhe është një dhimbje e cila persiston në mënyrë të vazhdueshme. Çfarë do thotë persistim? Nuk lidhet me ushqimin, pra dhe nëse ne heqim disa ushqime, pra nëse ne heqim qumshtin, disa lloje të bulmetit, pjesën e bukës, ajo dhimbje përsëri persiston, do të thotë që vazhdon. Dhe kjo dhimbje është si në formën e një djegjeje. Pra të djeg pjesa e pasme e shpinës, jo regioni poshtëm i shpinës, por pjesa e mesit, ku është diafragma, pak poshtë diafragmës. Dhe është kryesisht në pjesën e pasme, jo në zonën e kraharorit, por në pjesën e pasme e cila dhe vazhdon dhe bëhet me intensitet më të lartë. Pra nuk lidhet as me vertebra, që mund të ketë në një shtypje të diskut, nuk lidhet as me ndonjë problem në zemër, as me ndonjë ftoje muskulare, pra përjashtojnë këto problemet, ftoja muskulare, problemi vertebrave, problemet kardiake, problemet e stomakut. Atëherë, kjo dhimbje e cila vazhdon dhe persiston edhe në gjumë, kur na lë dhe pa gjumë, duhet parashtrohemi direkt tek mjeku ose kur bijem nga kilet. Në një periudhë kohore për 6 muaj, ne ndijmë se mund të bijem nga kilet deri diku 15-12 kg dhe kjo është një ndër faktorët më kryesorë që përsëri duhet të shkojmë tek mjeku, ose një lodhje pa shpjegueshme, lodhje e cila mund të jetë unë lodha pa arsye. Fjala vjen konsumove ushqim, bën jetë kujdesshme, përsëri personi ka një lodhje që sa vjen dhe bëhet më e dukshme. Pra lodhje pa shpjegueshme, rënje në kile në mënyrë drastike për një periudhë kohore 10-12 muaj. Dhe pjesa e tretë që është më kryesorja, dhimbjet në pjesën e pasme të kurrizit, jo në pjesën lumbare, por poshtë diafragmës, ku mbaroni edhe mushkrit ose ku ndodhet pjesa e mushkrive. Dhe këto janë ato 3 faktorët më kryesorë. Pastaj ka dhe faktorë të tjerë që është zverdhja në fytyrë, ka dhe faktorë të tjerë që është yndyrna në feqe, edhe pjesa e feqes se si është e formuar shumë e rëndësishme dhe nuk është turp për ta thënë, por personalisht është mirë, këtu edhe mund të disa që s'mund ta mendojnë shumë thellë, mund të thonë që shiko se çfarë po flet. Është e mira që jo të gjithë, por ata që mund të kenë probleme me obezitetin, me sëmundjet kardiovaskulare, me mëlçinë e dhjamosur, që feqen e tyre ta shikojnë një herë. Domethënë kur para se të bëhet ai flashi, para se të hidhet ujë dhe para se të pastrohet i gjithë tualeti, të shikohet një feqja. Siç ne mund të shikojmë urinën, që mund të konsumojmë alkool ose mund të konsumojmë një ushqim tjetër, ashtu mund të shikohet edhe feqja, sepse ka dhe analiza specifike për të parë, domethënë pse sa feqja është e formuar ose jo, ka yndyrnë ose jo, dhe është edhe një problem tjetër i cili quhet steatore. Kjo është problemi kur feqja ka yndyrnë edhe pankreasi është insuficiencë përkundrejt prodhimit lipazës, sepse prodhon dhe enzima jetike për tretjen e ushqimit. Kur pankreasi nuk funksionon siç duhet, i gjithë sistemi kolapsohet. Kolaps do të thotë fiket. Pankreasi unë e përkufizoj si kozmos apo si një mikrokozmos. Dhe ky mikrokozmosi ka lidhje të drejtë për drejtë me qendrat më inteligjente të trupit të njerëzit. Ka lidhje me trurin, ka lidhje me zemrën, dhe gjitha organet janë në unitet, janë në harmoni. Por nëse ne i prishim marrëdhëniet me pankreasin, ky nuk është as marketing, sepse nuk mund të bëhet marketingu në Shqipëri duke botuar libër për pankreasin. Ky nuk është as një libër që flet për dashurinë.
Ky nuk është asnjë libër që flet për diçka se si ne duhet bëhemi të pasur, ose nuk është asnjë libër se si flet që ne të jemi më të zgjuar ose më të mençur. Është një libër i cili bëhet vetëm për të rritur ndërgjegjësimin, për të kuptuar se ne kemi një mikrokozmos dhe për të kuptuar se trupi jon është shumë i zgjuar dhe për të kuptuar se ky organ nuk është thjesht aty që drejton, ne pankreasin e njohim vetëm nga diabeti. Pra, kur ne personin e njohim se ka diabet, ne mendojmë pankreasin. Por pankreasi prodhon dhe disa lëndë të tjera, cilat po t'i flasim këtu, nuk do na zgjasë as emisioni, urokortinën, kalikreinën, neurotenzinën, madje prodhon dhe disa lëndë të rëndësishëm për coptimin e yndyrnave, këto quhen lipazat. Pra, 70 gram, por aty është si një dritë që ndriçon të gjitha organet e barkut. Dhe synimi apo qëllimi kryesor i librit është vetëm ndërgjegjësimi, përkujdesja, dhe pankreasi është një organ që do vetëm dashuri. Në kuptimin që kujdesi me gjumin, eliminimi i alkoolit, eliminimi i ushqimeve të procesuara.